A mjafton të kesh 1 GB internet kur udhëton? Pa një video time që kisha hedhur për Super SIM-in që kishte disa paketa ndryshme dhe gjetën atë me 2 euro ca me 1 GB dhe më pyetën njerëzit, mjafton apo jo? Ajo ishte 60 ditë, 2 euro ca edhe 1 GB kishte në total. Tani tu them të vërtetën eksperiencën time, sipas mendimit tim. Un kam marrë këtë paketën që është me 100 GB në total. Por un telefonin me 4G, se nuk kam as numër shqiptar me vete as gjë tjetër, i vetmi internet që kam në telefon kur lëviz është ky. Un telefonin e përdor jashtë internetit. Dhe ti vetëm për ndonjë hartë, po dhe hartat i kam online, domethënë kur dua të gjej X vend, për të parë mesazhet nëse kam 3-4 orë dhe jam pa internet vërdall në një plazh në diçka, vin ato vetëm mesazhet e WhatsApp-it çfarë vjen vetë automatikisht për të dërguar një email, për të përgjigjur gjëra shumë të thjeshta. Nëse e përdor për këto, ja sa kam përdorur unë 10 MB në total, kam 100 GB, kam përdorur 10 MB, data 30 dhjetor, sot kam më shumë se një muaj që jam në Tajland dhe kam harxuar 10 MB total. Nëse ti tani do të përdorësh video, YouTube, njërin tjetrën, normale që harxohet më shpejt. Nëse do të përdorësh media sociale por sipas mendimit tim, atë që bëj unë të paktën është që i përdor këto gjëra bashkë me media sociale vetëm kur kam internet në hotel, në restorant, në lokal, në vendet që në përgjithësi ulesh dhe përdor internet. Nuk është nevoja që të përdorësh internet se s'bën të ulesh në Instagram për shembull me 4G. Do të ulesh po, ja, unë kam 100 GB dhe mund të ulem gjithë ditën po dua dhe 100 GB nuk mbaroj nami të bësh vetëm të zbresësh gjëra kot, të bësh internet scraping edhe të zbresësh tër filmat me radhë. Të del. Por sidoqoftë, nëse nuk doli 1 GB, në momentin që të mbaron edhe apo e shikon që po të mbaron je në udhtim, ajo është për 2 muaj. Zbret ofertën tjetër, ka disa të tjera ka 1 GB, ka 5 GB, ka 3 GB, zbret sa të duash ti, shkarkon që të gjitha i paguan edhe ke sa herë të duash, ne s'është të thënë mbaroj muaj, o bobo, ngela pa internet, merr tjetrën, o bobo mbaroj, merr tjetrën, ka gjithmonë sa të duash. Kështu që hidhu një sy të gjithave, shkarkoje atë Super SIM-in ta kesh që tani s'është të thënë ta paguar sot. Shkarkoje ta kesh dhe në momentin do bësh udhtim, zgjidh njërin që duash ti për sta shtete të duash ti dhe ke internet në të gjithë botën. Mua më pëlqen sepse më mjafton, e kam hedhur me 6 muaj dhe për 6 muaj të radhës e kam darë mendje për internet. Dhe nëse një ditë duhet të hedh një post për shkakun që është 100 MB, e do hedh në Instagram 100 MB, në TikTok 100 të tjera, edhe në YouTube 100 të tjera, punë e madhe sepse internet kam plot, kam 100 GB, po unë mendoj se 100 GB nuk i harxoj dot, unë personalisht si njeri, me mënyrën se si e përdor internetin. Sidoqoftë, po duash merr dhe numër, me plus 44 merr numër anglez, merr çfarë të duash ti i ka të gjitha. Hedhë një sy, shkarkoj, është falas ta shkarkosh dhe shikoje nga fillimi në fund se çfarë opsionesh ka. Super SIM i ka të gjitha dhe për mendimin tim është një nga shërbimet e mira, më të mira që mora para se të vija në Tajland. Hedh 1 GB 2 ditë para se të udhtosh dhe po se përdore punë e madhe është për 60 ditë. Pastaj po udhtove për 3 muaj, hedhë 1 GB tjetër 2 euro sa që është ajo punë e madhe. Shkarkoje dëgjoj mua. Çoç diu.